Pushimet mbaruan, puna filloi. Shkoj në Baçe Eva sot, që thoni të mbledhi disa ftoj, që jo ti pjeki, ti bëj recel, dua dhe unë moj recel ftoj, se më pëlqen shumë. Ndaj të bësh edhe të më bash edhe mua një vazo, kur të vi, ose kur të vish ti të ma biesh, ose kur të unë do ta marrë. Edhe tani që thoni jo njerës, vajti të mbledhi disa ftoj, se ftoj është plot me ftoj, që thoni, sa herë thash fjalë ftoj, sa herë do ta them, më ma vinire. Tani duhet që ti presin, ti lajnë, ti pastrojnë, edhe që ti vën disa nga këta të piqen, edhe disa ti bëjnë marmallat ose recel, nuk e di se si e thoni juve. Këtu bën përgatitjet, kuptohet që ndihmon edhe burri për punët e kopshit, jo vetëm në punët e shtëpisë. Edhe tani si shikoni disa i presin në copa të vogla që ti ziejnë me sheqer dhe të bëhen recel, si e thoni juve. Edhe të tjerat ti bëjnë të pjekur në furrë. Part tu po vjen.